Zoti Islami, në debatet televizive gjatë mbrëmjeve ka zëra të fortë që thonë se në zyrën e kryeministit Edi Rama kanë shkuar agent të FBI-s, nisur nga afera ku ai dyshohet si i përfshirë sa i përket asaj të aferës korruptive të ish agentit të FBI-s Charles McGonigal. Ju si mendoni, a ndodhet Edi Rama përballë kësaj frike të madhe që mund të goditet nga administrata amerikane sa i përket kësaj afere korruptive? Padyshim. Dhe do goditet. Sepse Amerika tashmë e di kush është Edi Rama. Por do t'ju them juve dhe teleshikuesve tuaj. Shiko, Amerika i bën punët të qeta, pa zhurmë, pa bujë dhe i çon gjërat atje ku duhet. Sepse nëse do mirë për shembull të arrestonte kryeministin që është gati për të arrestuar, atëherë do krijoheshin rrëmuja. Të dy partitë e tjera, të dy partitë e mëdha do krijonin rrëmuja, sepse e dinë se ç'i pret dhe thonë po të vdesim duke luftuar. Prandaj Amerika nuk i lë as të kundërshtojnë, as të reagojnë, po të binden si djem të mirë, të zbatojnë ato urdhra që u jepen, të bëjnë ato detyra që u jepen në interes të Shqipërisë dhe të kombit shqiptar dhe të mos lëviz asnjë flok në Shqipëri. Kjo është politika amerikane dhe kështu do bëhet. Zoti Islami, ish kryeministri Sali Berisha ka ngritur koalicionin e tij, të cilin e ka quajtur Shqipëria Madhështore. Koalicioni turpit, koalicioni tradhtis, koalicioni turpit dhe i tradhtis, po ta them prap. Dhe ta din shqiptarët. Dhe po prap e them, Sali Berisha të vi turp për këto që bën, që tallesh me demokratët. Po të kanë mbështetur, kanë 40 vjet, 30 sa vjet mor që të mbështetin, nuk të mbështesin ty që të sjellin Belerin ti në parlament. Nuk të mbështetin ty që presupozohet që je i djathtë dhe vete vë Ilir Metën në listat e mbyllura. Nuk të mbështeten ty që ti mbyllësh listat dhe të mbash klikën tënde të betuar, sepse jeni të lidhur nëpërmjet me njëri tjetrin, jeni të lidhur me komprometim, jeni të komprometuar, prandaj të vinë mbrapa ata zoti Sali, se nuk të vinë mbrapa se të duan për të bukur, jo. I ke komprometuar, kanë detyrime karshiteje, dhe ata do të vinë ty, dhe kur të rëzoheni, ta dish, do përmbyseni të gjithë bashkë, dhe ata dhe këtë gjë din. Kështu që Sali Berisha, zotëri, ka bërë krimin e radhës, kur nxjerr ca fytyra atje që të vjen dot ti shikosh, për t'i futur në listat e mbyllura, të garantuara në vende të sigurta, domethënë se shpreson ai, por prapë po them, edhe Sali Berisha tallet në mënyrë më vulgare me ta, më të hapur, tallet më shqip. Pse tallet? Po e dia që nuk do bëhen lista dhe u bën qefi këtyre. Çka ti do hajë të bëhet ty? Mori dhe Adriatik Klapaj, mori dhe atë Belerin, mori dhe gjithë ata që mori. U bën qefi, po nuk mund t'i bëj deputet se s'do bëhet zgjedhje, ka që thjesht është. Berisha shpreson që mund të rikthehet në pushtet në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare. Sa gjasa ka që Berisha të rikthehet në pushtet në atë që shpesh e quajnë në rikthimin e tij të tretë? Gjasat për të kthyer Sali Berisha në pushtet janë zero. Dhe Saliu e di. Edhe njerëzit politikanë që janë të mençur me më në kokë, afër që e di. Demokratët e vërtet, të mirëfill, të ndjathët, nuk ja falin Sali Berisha dhe që nuk ndihet tani. Por ata nuk ja falin që i bën kurban për Ilir Metën dhe për Fred Belerin dhe për Vangel Dulen, për atë Shpëtimi Drizin, për Adriatik Lapajn, për atë Qorin si e ka ai, apo për Kujtim Gjuzin, për atë tjetrin, Dash Shehin, jo. Asnjëri nga ata nuk do vej pushtet. Asnjëri nga ata nuk do bëhet deputet, sepse vetë demokratët e shikojnë që Saliu i ka tradhtuar. Djemtë dhe vajzat dhe gratë e shkëlqyera që kanë sakrifikuar për Sali Berisha dhe për Partinë Demokratike 30 vjet, ai nxori në rrugë, ai bën të njëjtin gjë që bënte Enver Hoxha, që vazhdimisht preskonte partinë me njerëzëri dhe të vjetër t'i zhdukte.
Këtë ka bërë Sali Berisha. Këtë bëri dhe Edi Rama me çfarë sot në shtyp. Këtë bën. Për jashtë të vjetrit, se të rinj që komandon kollaj dhe të rinj të venë o burra, marrin lugën në presje dhe o burra të vemin të ham. Pra, unë them të ty palëve, të gjithë populli shqiptar që shpreson se do votojnë, nuk do votojnë, të jenë të sigur për të punë, ne nuk bëjmë propagandë, ne nuk tallemi, ne flasim shumë seriozisht, dhe me dhimbje të madhe për këtë situatë që e ka tandisën gangsterët komunistë këtë vend, që komandojnë bandit të tillë si Zamirmania edhe të tjerë, dhe shqiptarëve u ka ardhur ora që të çlirohen nga vargojt e skllavërisë komuniste. Dhe do të çlirohen, ka mbaruar kjo punë. Kjo ka marrë formë të prerë. Punë ditësh, as muaj nuk do bushet tamam. Dhe do t'i shikoni zoti gazetar që këto që të mundësoni do bënë realitet. Edhe Edi Rama nuk do kandidoj, dhe ka shumë mundësi që, duke qenë se nuk do bënë zgjedhjet, të iki, të ve ati ku e kanë kërkuar t'jap llogari për McGonagallin, që quajnë atë, se sa falë Amerika t'i korruptoshti numërin 2 të FBI-s. Këta e budallë që besojnë këto gjëra. Nuk ta falur zotëri Amerika. Dhe do përgjigjet Edi Rama një për një. Zoti Islami, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka përfshirë në koalicionin e tij edhe 2 parti antagoniste siç janë ato të PBD-njës dhe PD-jus, përkatësisht të Vangjel Dules dhe Shpëtimi Drizit. Teksa ky i fundit ka theksuar se po vijon ende negociatat me Berishën pasi ka dalë hapur kundër Vangjel Dules lidhur sa i përket kandidaturës së Belerit, figurës së Belerit më saktë, por nga ana tjetër edhe çështjes së shqiptarëve të Çamërisë. Si mendoni, pse Berisha e ka përfshirë këto 2 parti brenda në koalicion dhe sa gjasa ka që ky koalicion të përçahet nisur nga përplasja historike që këto 2 parti kanë pasur me njëra tjetrën? Unë do dëshiroja që të kishin pasur vërtet përplasje, po sa i përket Shpëtimit Drizit nuk dua t'ja zemrin gojë sepse është tradhtari i çështjes Çame. Ndoshta Vangjel Dula në punën e tij, në mbrojtjen e tij, në kombin e tij, në partinë e tij është i vendosur, është në rregull ai. Ai mbron atë që ka, ndërsa Shpëtimi Drizi ka tradhtuar Çamën. Por duhet të them këtë gjë. Fakti që në koalicionin që ka ngritur Sali Berisha figurojnë dhe Shpëtimi Drizi dhe Vangjel Dula, gjithë ky koalicion është një sport karavidesh. Është tamam një sport karavidesh. Asnjë vlerë nuk ka, asnjë rëndësi nuk ka, asnjë pasojë nuk do ketë në politikën shqiptare, të jenë të sigurt të tërë. Këta të tërë do venë në burg zotëri, tërë ka politikanë që kanë vjedhur. Ore shpreh kostumi i tyre. Kështu,